Në Shqipëri, diabeti po shndërrohet jo vetëm në sfidë shëndetësore, por edhe shoqërore. Mjekët paralajmërojnë se 13 persona me diabet përballen me vështirësi në vendin e punës, shpesh duke u detyruar ta fshehin sëmundjen për të mos u përballur me paragjykime. Shpesh pacientët kërkojnë të mos u lëshohet raport apo recetë sepse nuk duan që në punë të marrin vesh se janë me diabet, thon mjekët, duke theksuar se stresi dhe ankthi në këto raste përkeqësojnë gjendjen shëndetësore. Sipas specialistëve, kortizoli dhe hormonet e stresit rrisin nivelin e sheqerit në gjak, duke e bërë më të vështirë menaxhimin e sëmundjes tek personat që kanë mungesë ose prodhim të pamjaftueshëm insuline. Në muajin e ndërgjegjësimit për diabetin, shoqata e personave me diabet ngriti zërin edhe për një tjetër problem, rregullat diskriminuese për patentat. Aktualisht, personat me diabet duhet të ripërtrinë patentën çdo 2-3 vjet, nëse shumë prej tyre nuk kanë komplikacione. Me ndryshimin e stilit të jetesës, numri i pacientëve me diabet në Shqipëri është në rritje. Rreth 10% e popullsisë së rritur vuan sot nga kjo sëmundje kronike që shpesh mbetet e padiagnostikuar për vite me radhë.